Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur që ditën e sotme t'ia kushtoj tetorit të roz, sepse ky muaj është një muaj shprese. Në fakt ky muaj na kujton se forca më e madhe nuk është frika, por guximi për të jetuar. I quajtur tetori roz ka bërë që shumë gra, shumë nëna, të diagnostikuara me kancer në gjim, të luftojnë me një dhimbje, por dhimbjen ta kthejnë në buzëqeshje. Emisioni Pa Gjurmë sot do sjellë një histori të dhimbshme, por që jam e sigurt që personazhja jon sot do të përcjelli mesazhe të forta, mesazhe shprese. Një 46 vjeçare nga Malësia e Madhe, e cila vetëm përpara një viti gjysmë u diagnostikua me kancer në gjim. Më shumë se një vit që po lufton dhe po ja del, por që frika më e madhe saj sot nuk është sëmundja, por nëna. Nuk i ka treguar asgjë nënës së saj për këtë sëmundje. Ajo ka mbritur në studion time, ka udhëtuar nga Malësia e Madhe me orë të tëra për të qenë sot në transmetim, por imazhi i saj do të jetë i mbuluar, sepse arsyeja është që nëna e saj e moshuar e ndjek çdo mesditë emisioni Pa Gjurmë dhe ajo nuk kërkon që të identifikohet nga nëna, por kërkon që ditën e sotme të tregojë historinë, të frymëzojë gra të tjera dhe padyshim të falenderojë dhe bluzat e bardha. 46 vjeçaria ndodhet me mua dhe dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Përshëndetje, Odeta. Uroj që t'jesh mirë dhe të ndihesh komode në atë karike ku je ulur, sepse kuptoj që ke shumë emocione. Normal. Është era e parë që vjen në studio televizive? Po. Dhe era e parë që po flet publikisht për sëmundjen tënde. Ne do qëndrojmë për disa minuta të tëra në këtë studio për të folur, por më lejo të prezantoj edhe kolegen time, ajo është psikologe në profesion, Stella Nikolla. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. E dashur Stella, je bërë tashmë një imazh, një figurë frymëzuese për të gjitha gratë, nënat, vajzat të diagnostikuara me kancer në gjim, sepse këtë betejë, le të themi, e kalove dhe ja dole. Ja dola, të falenderoj për ftesën. Kisha shumë dëshirë të takoja kështu duke na të parë dhe të tjerë duke na dëgjuar, sepse ke gjenë gjithmonë ai krau im, ato këshillat e tua. Edhe vërtet është që unë mendoj që ja dola, edhe jam e sigurt që ja dola. U bëra zëri të gjitha grave siç më cilësove dhe emocionohem edhe kënaqem në të njëjtën kohë, sepse kjo sëmundje unë e di shumë mirë që ne jemi të forta, por që i step për shumë gjëra. Ka shumë problematika se përveç se sëmundjes duhet të përballemi dhe me shumë vështirësi të tjera. Kështu që falenderit. Të falenderoj dhe unë që të kam në studio. Sot do jesh dhe në profesionin tënd të psikologes, por rasti konkret është 46 vjeçaria e cila po na shikon drejt në sy, nuk ka guxuar t'ja tregojë nënës, nuk do ta lëndoj. Këto jemi ne, këto janë gratë. Këto jemi ne kaq të forta, por nga ana tjetër dhe kaq të brishta. Kaq të forta që e përballojmë çdo gjë vetë dhe kaq të brishta që emocionohemi te kjo kamera këtu në emision. E vërtet. Por fillimisht unë dua të prezantoj një kronik, një material që gazetaria Stella ka përgatitur për 46 vjeçaren nga Malësia e Madhe dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e saj dhe padyshim me shpresën që t'i kthejmë një buzëqeshje, ato surpriza që Stella ka organizuar ditën e sotme për 46 vjeçaren. Materiali dhe rikthehemi. 20 korrik 2024, një datë që nuk do të harrohet kurrë, një mëngjes që nisi si gjithë të tjerët, por që solli lajmin që ndryshoi gjithçka. Atë ditë ajo u diagnostikua, një fjalë e rëndë që për pak sekonda i ngriti botën përmbys. Që prej asaj dite, çdo mëngjes është një betejë, me trupin, me mendjen, me frikën. Ajo është 49 vjeçe, ka një djalë dhe një vajzë që i japin forcë, edhe kur sytë janë lodhur nga lotët. Trajtimet janë të vështira. Radioterapia lodh trupin, por jo shpirtin. Kontrollet çdo 3 muaj janë kujtesa se betejë vazhdon, por edhe se jeta vazhdon. Sot ajo është zgjuar ndryshe. Sot ajo e ka pranuar. Po, e ka këtë sëmundje, por nuk është sëmundja që e ka atë. Ajo jeton me të, përballë saj, jo në hijen e saj. Ka mësuar të qesh mes frikës, të falenderojë mes dhimbjes.
të përqafoj jetën me çdo frymarrje. Frika më e madhe nuk është për veten, por për nënën e saj. Si ti tregoj të ëmas të vërtetën pa i thyer zemrën, si ti thot jam mirë, kur zemra i dridhet nga frika e çdo përgjigje mjekësore. E megjithatë, ajo e di që dashuria e nënës do ta mbajë fort, si gjithmonë, si kur ishte fëmijë. Në këtë tetor roz, ajo nuk flet për sëmundjen si për një fund, por si një fillim i ri, një zgjim, një kuptim të thellë të jetës, sepse çdo grua që kalon këtë rrugtim është më shumë se një paciente, është një luftëtare, një mësuese, një frymëzim. Ky muaj është për të gjitha ato gra që zgjohen çdo ditë me guzim, që i veshin plagët si medalje, që i mësojnë botës se forca nuk është mungesa e frikës, por të ecësh përpara pavarësisht saj. Tetori i roz nuk është vetëm për kujdes, është për dashuri, për shpresë, për jetë. E dashur, do e nisim intervistën të dyja së bashku dhe padyshim do ndryhet dhe Stela në të gjithë bisedën që ne do rrëfejmë sot në këtë transmetim live në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe nisim me fillimin e gjithçkaje. Përpara një viti gjys, ti ndjeve shqetësime dhe më pas shkove tek mjeku? Ishte mjes dhe vetëm e kam prekur. A, ti arrite të ndjeje një mas në gjirin tënd. Edhe ishte fat për mu, atë mas aq të vogël 1.4 ta prek me dorë. Le themi ishte një mas e vogël, prandaj quajte vetëm me fat që ti arrite ta ndjeje dhe ta preke me dorë. Po? Pastaj filloi rrugtimi te mjeku, bëra eko, bëra mamografi. Momenti që ti, le të themi, e ndjeve këtë mas në trupin tënd, Friga, u kuptu. Friga është. Se sigurisht kishe dëgjuar dhe kishe informacionin e duhur. Se unë nuk jam një grua që e kam lënë veten pas dore. Kisha bërë eko përpara, kisha bërë mamografi. Kontroll të vazhdueshme. Kontrolle të vazhdueshme se kishe ciste. Ke pasur probleme? Kam pas vetëm ciste, dhe më thanë nuk ishte gjë problematike, dhe më thanë po isha një grua që kisha bërë ekzaminime, dhe më thanë jo që kisha lënë pas dore veten. Jo vetëm për këtë punë, po vetëm me ekzaminime të tjera për trupin tim. Besoj që momenti që e ndjeve atë mas, i pari person që i the dhe u shprehe ka qenë bashorti, mendoj. Isha vetëm në atë moment. Ki qenë vetëm? Momenti i parë ishte vetëm. Pastaj me familjarët e mi, edhe kam shkuar te doktori, bëra eko, nuk është diçka e mirë, tha do të bëjmë një mamografi, shkova te onkologja, tha do të bëhet një biopsi. Një afër me emja Kunata, tha kam besim tha të një spital privat, aty tha do të bëjmë ekzaminimin. Do të shkojmë një për ma mirë. E qartë, ju bët biopsi dhe biopsia do një kohë, le të themi që të dali përgjigja. Ato ditë kanë qenë ditët më të vështira të jetës tënde për të pritur një përgjigje të biopsisë dhe më falë që të lëndoj edhe me pyetjet që bëj, por... Jo, dita më vështirë ka qenë atë ditë që kam bëj ekon. Kur kam thënë ekon. Dita parë kam qenë vetëm me djalin dhe kërkova motrën. Çfarë i the vetes, momenti kur mjeku thaj që... Nuk e dim se qa mund t'i thush vetes në atë moment, vetëm e qara që s'pushan. Po, pastaj e merr veten. Fati imi të takoj një mjeke, Klejda Mati. Si quhet mjekja? Klejda Mati. Onkologe. Onkologe. Kam bërë një bisedë shumë gjatë atë ditë me të. Ma ka tregu dhe më thonë që nuk është diçka e mirë, po këtë rrugë do ta zgjidhim me ekzaminimet, që është një protokoll që do të kryhet. Unë ndoqja atë protokoll, filluam me hapin e parë me biopsin. Atë ditë që kam marrë përgjigjen e biopsisë, u kërkote prap një analizë tjetër, një hairfish, që do të bëhej që a jam për kimia, për a është pozitiv, a është negativ. Edhe atë ditë më dha mundësia, bëra dhe skanerin me kontrast të organeve.
për të kontrolluar më shumë Mos detaje ka në trupin, metastaza. mos kishte bërë metastaza ajo masë që ju kishit në gjim. E dashur Stella, zonja nga Malësia e Madhe tha që dita më e vështirë ishte kur shkova bëra ekon e parë. Dhe vetëm qava dhe nuk dija çfarë të mendoja, vetëm qaja derisa më pas u qetësova dhe mori forcat. Unë e pyeta çfarë i the vetes, por nuk më ktheu një përgjigje. Ju në momentin e parë çfarë i keni thënë vetes kur jeni diagnostikuar? E kuptoj shumë mirë zonjën, kur thot të njëjtat ato etapat, fazat, edhe... Që ju i keni kaluar. Vërtet është e tillë sepse po të dëgjoj modeta fjalën tumor është shumë e rëndë. Mendon baraz vdekja. Edhe njeriu sigurisht që në ato momente nuk e administron dot veten edhe ti jesh më pozitivi. Sepse ti mendon që jeta jote këtu mbaroi dhe kush është problemi, kush të kujtohet i pari, të kujtohet familjari, fëmia, si t'ja bëjnë ata pa mua. Nuk mendojmë që ka zgjidhje, nuk mendojmë që shiko se mund t'jetë diçka që do kaloj shumë shpejt. Nuk i dim fare këto etapat e tjera, si që tha dhe zonja, që pa mos ka metastaza, ne këto fjalë nuk i njofim, nuk i njifni më përpara. Dhe sigurisht që është ajo shfryrja, që ti do nxjerrësh gjithë atë mlefin tënd që pse më ndodhi mua, e merri natin me veten tënde, unë jam e kujdesshme, pse duhet më ndodhte kjo mua, kam bërë diçka, edhe pastaj fillon ajo faza tjetër që quhet ajo e ndërgjegjësimit që unë jam gati tani dhe unë është konkretizuar që jam sëmur. Çfarë të bëjmë që të dalim nga kjo sëmundje? Dhe kush janë njerëzit që të rinë afër, është ai doktori që të flet mirë, ajo energjia që duhet në ato momente që është shumë e rëndësishme. Sepse zonja falenderoi një mjek e onkologe, tha isha me fat që takova mjeken Klejda Mati. Po. Është onkologe që është në zonën e Malësisë apo këtu në... Jo, është në Tiranë. Është në kryeqytet në Tiranë. Tek ajo gjete, le të themi, jo vetëm një mjeke profesioniste, por edhe atë dashurinë që ajo tregoi ndaj jush si një paciente që ju kishte. Plotësisht. Mjekja edhe njerëz të afërm. Është forca më e madhe se ta kalojnë. Ndoshta unë filloj të flas për smundjen time, kur nata fillon motra, vaj, mia ta ndrojnë temën. Që ti mos të mërzitesh. E pranon pastaj, e pranon që unë do të luftoj. Sa kohë duhesh që ta pranoje sëmundjen, të bashkëtoje me të mblidhje forca dhe ta luftoje? Odeta, po të thuash, unë edhe sot po them që të rrita mendoj, unë filloj e qaj. Po duhet që t'i japësh vetës forcë, që mos të thush që jam e smur. Ta harroj që jam e smur. Nuk kam gjë. Sot nuk kam gjë. Sot e kam kalu atë. Nuk e di se si mund ta shpreh se me kalimin e ditëve fillon vetë edhe mësohesh dhe e pranon. Koha është sa herë një ilaç shumë i mirë që disa gjëra i shëron, i harron ose të bën të jetosh me ato gjëra. Kështu që u desh një kohë që ta pranoje këtë gjë dhe të mblidhje dhe forcat për të vazhduar, për të ecur para dhe për ta luftuar këtë sëmundje. Pasi mbarove të gjitha ekzaminimet, skaner, biopsi, dolën të gjitha përgjigjet, ju kryet operacion apo sepse nga kimioterapi ju nuk keni bërë. Ende, deri në këtë moment që flasim, ju nuk keni bërë kimioterapi. Ndërsa Stella ka bërë një rrugë shumë të gjatë me kimioterapi. Sa seanca Stella ke? 6 muaj. 6 muaj kimioterapi. 6 muaj kimioterapi, është goxha e rëndë, shumë e dhimbshme, por unë gjithmonë në gjeja të çelësin tim që ishin kaq ditë të lodhshme që të shohim ato ditë të bukura. Keni kryer operacion? Unë kam bërë operacionin në 2 shtator, kam bërë vetëm rezatim, i kam pështuar. Operacionin e keni bërë në gjë? Po. Po, keni hequr masën? Vetëm masën. Po? I kam pështuar kimioterapis, kam bërë vetëm rezatimet. Kjo ishte këshilla e mjekut që do të bëjë operacionin dhe vetëm reze dhe jo kimioterapia, apo... Ishte në bazë të analizave që bëna. Pas analizave, sepse jo çdo pacient ka tumori i gjirit ka shumë tipe.
Kështu që nuk është e thënë që në qoftë se diagnostikohesh me tumorin në gjit, Duhet të bësh kimioterapia. të bësh të gjitha fazat. Jo, absolutisht. Zonja duhet jetë e lumtur, edhe kur folëm kështu në backstage para se të fillonte emisioni, ajo e ka shumë në kohë që e ka kapur. Duhet jetë shumë e qetë, duhet jetë shumë pozitive, sepse ka lojë e gjithë e madhja. Dhe ne e urojmë dhe... Faleminderit. Po, kjo është fat, pra thash. Pa. Fat, po ishte një sprove Zotit që ta kaloja këtë si. Ta kaloje. Ndërkohë, gjithë frika jote më e madhe sot është nëna. Sa vjeç është nëna? Nëna është 76 vjeç. 76 vjeç. Për një vit e gjysmë ajo nuk di asgjë. Asgjë. Po kur ju shkuat në spital dhe qëndruat disa ditë, se u operuat, si e justifikove tek nëna? Po flisja me zë, si kur flisja çdo ditë, mjes, para se të hyj në safë, fola me të. Pastaj hyre në sallë. Pse nuk e ke marrë guximin t'ja tregosh nënës? Ku të gjithë e dinë, fëmijët, motrat, vëllezrit, vetëm nëna është ajo që ende nuk e di sëmundjen e vajzës. Unë kështu vendosa fillimisht që mos ta lodh atë, se edhe ai më lodhte mua. Pastaj erdhi rrugtimi i tillë që unë thash ta shty sa ta shty, po erdhi rrugtimi im që i pështova dhe kimioterapisë, që ishte një fat, edhe kështu që e lash atë që t'jetë në atë botën e vetë, qetësinë e vetë, edhe unë jam e qetë kur ajo është e qetë. Nëse do kishe bërë kimioterapi, besoj... Normal që s'kisha nga këti shkoja. Doja të tregoje të vërtetën e pamundur, sepse efektet e kimioterapisë të bëjnë që flokët duhet i presësh dhe e pashmangshme. Por fati jotë që ju nuk keni bërë kimioterapi, e dashur Stella, tani je në profesionin tënd. Çfarë këshille i jep? Ndoshta zonja ka menduar ta mbaj sekret për gjithmonë sëmundjen e saj tek nëna, nuk do ta lëndoj, ta rëndoj më shumë. Çfarë këshille i jep si psikologe? Tani, unë e ceka dhe më parë dhe thash që të gjithë ne jemi ndryshe, si persona dhe si e përjetojnë çdo gjë. Zonja, atë gjë që ka zgjedhur me nënën e vet është fakti që t'i jap akoma më forcë brenda saj, sepse e shikon nënën e brisht, moshe madhe dhe e mendon që nga sëmundja ime mund t'i shkaktoj diçka nënës ime. Dhe kjo qa do të thot, brenda njeriut janë ato antitrupat, themun që i lufton për të dhënë akoma më forcë, që unë kam këtë synim që nëna ime mos të më shqetësohet dhe mos të sumuret. Është njësoj si marim rastin tim vetë, konkretisht që unë e bëra publike. Shumë edhe mami më tha në fakt që Stella je sigur që ti do të bësh publike, sepse do kesh shumë trusni, ti nuk do kesh mundësi të mendosh për veten tënde. Pikërisht këtë doja, që unë mos të mendoja për veten time, mos të mendoja të gjitha të kalvarin e vështirë. Dhe trupi im, mendja ime thaj që ti Stella do flasësh. Të gjitha të mlefin që ke brënda, të frikën, ato pasigurit e tua, ti do të flasësh me të tjerët. Dhe çfarë ndodhi këtu? Këtu ndodhi një bashkëbisedim midis meje dhe shumë njerëz të panjohur. Dhe kjo ishte e panjohura ime, u takua me të panjohurit e tjerë dhe ndodhi një ndërthurje bukur, një ekuilibër që mua më bëri më të fort. Të dhazë dhe të bërtisje në studio televizive. Zonja thot që unë po të bëja kemioterapin, do shta nëna do të merë të vesh. Të siguroj që nuk do t'ja thoshte nënës, sepse ka shumë zonja dhe unë kam folur vetë afër me to, që kanë bërë dhe kemioterapi, kanë gjetur një justifikim si kur kanë ikur diku jashtë, ose në një punë tjetër, dhe nuk i kanë takuar nënat edhe për atë periudhë që nuk kanë patur flok, ose kanë vënë ato paruket që nëna moshe madhe nuk e ka kuptuar. Nuk arritur ta kuptoj. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje në këtë momente, do rikthehemi sërish për të folur për historinë jo vetëm të zonjës nga Malësia e Madhe që ndodh me mua në studio dhe të Stelës, kolegës time, por dhe për shumë histori të tjera dhe çfarë ndodh brenda onkologjikut. Por shkëputemi për një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë. Jemi sërish bashkë live dashur miq, ku ditën e sotme studio emisionit pa gjurmë po flet për Tetorin Roz. Në fakt kemi dy histori, dy personazhe, një nën nga Malësia e Madhe e cila tregoi në pjesën e parë se si u diagnostikua me kancer në gjë, por dhe kolegen ton Stella këtu në Report TV e cila ka kaluar një kalvar të gjatë dhe ja ka dalë dhe është një zë i fuqishëm me mesazhe që ajo përçon çdo ditë, jo vetëm nëpër ekrane, por dhe në rrjetet e saj sociale për çdo nën, për çdo vajzë, për çdo grua që mund të diagnostikohet me kancer në gjë. E dashur, ju
keni shkuar në Tiranë, tek onkologjiku, keni takuar shumë mjek, por edhe kur kemi folur të dyja së bashku përpara se të hynim këtë transmetim, vetëm një mjeke më ke përmendur, kaq shumë e do atë mjeke? Normal. Unë kam edhe mjek të onkologjiku, që kam bërë rezatimin, jam di mirë, më kanë ndihmuar. Je mirënjohse ndaj mjekes Mati? Shumë mirënjohse jam. Ajo të kanë ndjekur, le të themi, përgjatë kësaj kohe? Ajo nuk është mjeke të onkologjiku, është mjeke në spital privat. Po është onkologe? Është onkologe. Po te onkologjiku, te pjesa e rezatimit, jam ndje shumë mirë. Nëse ajo do të ndishte, çfarë do i thoshe sot nga studio emisionit Pa Gjurmë? Mjekes Mati. Klejdës ja kam thënë në sy. Ja kam thënë në sy që jam shumë mirënjohse dhe më ka thënë një fjalë që kur të bëhem 50 vjeç do të bëj tha një kopshtimin. Si thash unë punoj te kopshti që të largoj stresin, mërzinë, që shef bimën të rritur, shef jetën të lulësuar. Tha kur të bëhem 50 vjeç tha do të bëj tha unë kopsht. Vetëm i kam thënë një fjalë. Ç'ne me kopshtin ti thash 50 vjeçë. Ti inshallah ke jetë e shnet, që pacienti inshallah nuk i bjen askujt, po për pacient tjerë si puna ime, Për t'i për t'i shëruar, jo për kopshtin. Sepse ditën e sotme, kjo mjeke që ti e ke përmendur vazhdimisht, ka dërguar një mesazh për ju. Faleminderit. U emocionove? Sa herë që flas me të. Ekranin e keni përballë dhe regjia do na ndihmojë çfarë ka thënë mjekja, onkologja Mati për pacienten e saj nga malësia e madhe. Teksa po të dëgjoj sot, ke folur për rrugtimin tënd, për mua shumë emocionuese. Ti ke kaluar përmes një periudhe që kërkon shumë forcë, që kërkon durim, por mbi të gjitha kërkon besimin që doja dalësh. Dhe në fakt ja ku je tani, jo vetëm si dikush që ka përballuar me shumë dinjitet, por si një grua që me shembullin e saj ndriçon edhe mbi historitë e grave të tjera. Dhe ti e di shumë mirë, se sa ma thua shpesh, që duke ndarë historinë tënde, po jep kurajo shumë grave, cilat mund të jenë ende në fillim të kësaj sfide, dhe ti e di shumë mirë që zëri yt ka pesh, sepse vjen nga zemra dhe nga i përjetimi e vërtet. Jam shumë krenare për ty, për qafoj fort. Edhe ne e përshëndesim doktoreshën për këtë video mesazh që solli ditën e sotme. U emocionove, të mbushën sytë me lot. Normal. Është fat, thash, me has mjek që me drejtu rrugtimin. Se kjo është një rrugtim shumë i vështirë. Dhe mua më vjen mirë që Shqipëria ka mjek të tillë që kanë një lidhje kaq të ngushtë me pacientët e tyre dhe janë burim frymëzimi. Ne nuk e dim gjithë këtë rrugtimin, të protokoll që duhet të ndiqet. Edhe është shumë e vështirë se me shtetin i nxjerr shumë larg. Edhe unë nëse jam këtu, jam fal asaj mjeke, edhe familjarëve të mi, se është bërë çdo gjë privat. Do flasim, padyshim, dhe për kushtet çfarë ndodh brenda onkologjikut në Shqipëri, por e dashur, mjekja u tha jeni një zë shumë i fortë dhe për gra të tjera. Jam e sigurt që shumë gra, nëna, vajza që e kanë nisur këtë betejë, janë diagnostikuar. Kush është mesazhi që do përcjellje ditën e sotme? Mesazhi është e para që mos ta lënë veten pas dore. Të bëhen kontrollet, mos kenë frikë, mos kenë turp. E para. Dhe e dyta, të luftojnë. Sot nuk është. Unë e kam pas frikë. Po sot nuk kanceri i xhirit në hapat e para nuk është frikë. Se e tillë është protokolli që po e kapën në fazat e para që luftohet. Diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Dhe më vjen mirë dhe për mesazhet që po përcjellin ditën e sotme nga studia e emisionit Pa Gjurmë, por e dashur Stella, ju e dëgjuat këtë nën që përmendi disa herë shkovat e privati, përpost se mjekët i kemi shumë të mirë dhe dua t'i falenderoj të gjithë bluzat e bardha. Gjithashtu dhe unë. Por brenda onkologjikut është vetë energjia aty që është shumë e fortë, shumë e rëndë.
sepse aty të gjithë kanë luftojnë me jetën. Aty është kohë të thuar që shiko të lutem, mundem unë e para sepse kam këtë problem ku aty jemi të gjithë në një problematik që na lidh të gjithëve. Por te onkologjiku për mua mjekët janë shumë të mirë, por është keq organizimi. A janë kushtet? Është keq organizimi. Aty thjesht për të marrë një mjekim ose për të marrë një këshill, për të marrë një recetë, duhet të presësh me orë të tëra. Unë mbaj mend veten time që më duhej 2 ditë të plota për të arritur të merrja një recetë. Edhe pse kisha disa të njohur ose kisha disa prioritete, ishte pamundur që ti të merrja atë shërbim siç e meriton fundit, siç çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Unë jam me mendimin që Tetori Roz vërtet është një muaj që ne flasim, jo vetëm ne, por kushdo, politikan, nga administrata, figura të njohura, rrjetet sociale, kudo Tetori Roz. Organizata ka shumë. Organizata, patjetër. Unë mendoj që gjatë gjithë vitit kjo duhet të jetë një fushat dhe jo të fokusohemi vetëm te Tetori Roz, sepse kjo sëmundje nuk prek vetëm në tetor dhe ne të shkojmë të bëjmë kontrole vetëm për këtë muaj. Por që duhet jemi të lumtur që bëhet edhe vetëm në tetor, sepse ka një ndërgjegjësim shumë të madh Odeta. Unë Instagramin time kam plot me mesazhe, bile sot të tregoj një rast duke ikur në punë, kisha një takim pune dhe ishte pamundur që unë flisja. Më lutej zonja në Instagram, mu përgjigj sepse jam shumë e shqetësuar. Që donte, sepse një fjalë të jep shpresë. Një fjalë të jep shpresë. Gazetarët e Newsroomit këtu në redaksionin e emisionit Pajgjun, padyshim që e kanë ndjekur Tetorin Roz, kanë marrë intervista pafund, kanë folur me mjek, kanë statistika dhe dua t'i jap të prezantoj një kronik për të kuptuar dhe çfarë ka ndodhur në muajin tetor këtu në kryeqytet. Kështu që regjia do na ndihmojë. Muaj tetor është një muaj shumë i rëndësishëm për shëndetin publik. Në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të gjithë popullatës, por sidomos të grave dhe të vajzave për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Ne tashmë kemi një program depistimi kombëtar të kancerit të gjirit, i cili ofrohet nëpërmjet mamografive stacionare dhe dy njësive të lëvizshme të mamografive në vendin tonë. Është një program depistimi i kancerit të gjirit që besojmë me një ndihmës goxha të theksuar në depistimin e fazave fillestare të problemit të gjirit. Përveç mamografisë që ka kufizimin e moshës që jemi 25 vjeç, kjo do bëhet edhe kombinuar me EKO. Sepse EKO nuk ka kufizimin e EKO, kështu që do pasur në këtë periudhë jo vetëm tjetë Tetori Roz, por gjithë vitin tjetër. Shoh kualitetin shumë mirë i pastër, i mirë, bravo. Se jam minister, edhe njëra nga gratë që dëshiron të kryejë mamografi. Në pjesën simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, edhe sonte kemi koncert, dhe për fatën mirë përpara sallës kemi koncert, është edhe pikërisht Po shumë mirë. kjo që shpëton jetë. Patjetër, se sa më herë të kapur? Po, pikërisht. Në kohën e duhur, nga eksperjenca familjare, më thonë që jem akoma dhe më kujdesme dhe kjo është detyrja ime për të gjitha gratë. Kujdesen për veten e tyre. Faleminderit. Në fakt, këto mesazhe janë vërtet motivuese dhe të gjithë ndjehemi mirë kur shikojmë mjek të cilët dalin në rrugë dhe bëjnë vizita falas në kuadër të Tetorit Roz për të diagnostikuar më herët dhe për të shpëtuar jetë. Por uroj dhe shpresoj që qeveria shqiptare të investojë më shumë për sa i përket spitalit të onkologjikut, pasi në atë spital shumë gjëra mungojnë dhe shumë pacientë nuk e marrin shërbimin e duhur dhe në kohën e duhur, sepse të diagnostikosh sa më herët shpëton një jetë, por nëse ne nuk i kemi kushtet brenda onkologjikut, padyshim që diagnostikimi do vi me vonesë. Uroj dhe shpresoj që ai spital të jetë një ndër më të mirët në Europë dhe ta kemi ne shqiptare, sepse numri dhe statistikat të cilat kanë dalë për këtë vit janë vërtet të frikshme. Po shkojmë drejt fundit dhe dua ta përmbyll me një mesazh dashur Stela që do përçohet ditën e sotme nga studio e emisionit Pajgjurmë. Mesazhi im i vetëm është që dhe kam thënë dhe do ta them gjithmonë. Mos u trëmni nga diagnoza, sepse sa më shpejt të kapet, siç tha dhe zonja, aq më i lehtë është kalvari
nuk është se ti nuk shpëton. Sepse mendojnë gjithmonë që në qoftë se unë diagnostikohem, do të thotë që unë do të vdes. Jo, është më i rënd kalvari kur ti e kap më vonë. Kështu që do t'ju lutesha me gjithë shpirt, me zemër, që shkoni, bëni një eko të thjesht, dhe do të shikoni që çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Falenderoj Stella. E dashur, të falenderoj që të pata në studio. Që udhëtove disa orë të tëra për të qenë prezent sot në Pajgjurmë, për të rrëfyer historinë tënde, të uroj të shkuara, qoftë një rrugëtim i lehtë dhe i shkurtër dhe t'ja dalësh, dhe uroj që të kem në studio edhe më vonë. Shumë falenderit. Me mjekën që e do e kaq shumë, shpresoj. Dhe ka shpëtuar shumë paciente, jam e sigurt, jo vetëm ajo mjeke, por shumë mjekë të tjerë onkolog. Ju falenderoj që u pata në studio, Stella. Faleminderit. Shumë falenderit. Mirë, do të kalojmë në reklama dashumish dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë, në këto pak minuta që më kanë ngelur në dispozicion, dua të prezantoj disa foto persona të humbur që janë trajtuar në studion e emisionit Pajgjurmë dhe padyshim që ditën e sotme kam nevojë për ndihmën tuaj. Çdo foto që do shikoni në ekranin tuaj, nëse e keni parë diku, mos hezitoni të na telefononi në 2 numrat tanë të telefonit, është një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na dërgoni mesazhe edhe në rrjetet tona sociale në Facebook me emrin Pajgjurmë. Do e nis me historinë e Vasil Shosharit, një 35 vjeçar nga Bilishti, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 3 tetor të këtij viti dhe drejtimi ngelet i paditur. Regjia na ndihmoi me foton e Vasil Shosharit, kemi dhe disa foto të tjera që familja na ka vënë në dispozicion. Ky 35 vjeçar ka probleme të shëndetit të tij mendor, jetonte prej 10 vitesh i vetëm. Në fakt, nëna e kishte braktisur që 2 vjeç dhe ishte rritur nga njerka e tij me shumë dashuri. Babai dhe njerka, nëna e tij kanë qenë në studio, kanë kërkuar ndihmën e studios së emisionit Pajgjurmë për të gjetur gjurmët e tij të fundit, por fatkeqësisht janë bërë shumë kërkime nga ana e familjarëve dhe policisë së Bilishtit, por nuk është gjetur asgjë për 35 vjeçarin. Ndaj e sjellim sot në vëmendje që kushdo që e ka parë është i lutur të na telefonojë. Por si ka humbur Vasil Shoshari? Çfarë ndodhi mëngjesin e 3 tetorit që ai u largua nga shtëpia? Ndjekim të material dhe rikthehemi në studio. Vasil Shoshari, një 35 vjeçar nga Bilishti, është dukur pa lënë asnjë gjurmë prej më shumë se 2 javësh. Ai vuante prej kosh nga problemet e shëndetit mendor dhe është larguar nga banesa e tij më 3 tetor, që prej asaj dite familja nuk ka mundur të ketë më asnjë kontakt me të. Prej 10 vitesh, Vasili jetonte i vetëm, ndërsa në muajt e fundit, siç tregojnë familjarët, gjendja e tij psikologjike ishte përkeqësuar ndjeshëm. Prindrit dhe vëllai i tij, që jetojnë prej vitesh në Greqi, janë kthyer menjëherë pas marrjes së lajmit, por pavarësisht kërkimeve, deri më sot nuk është gjetur asnjë gjurmë. Po bën 10 ditë sot që nuk po marrim asnjë përgjigje. Me kë jetonte djali? Me gjyshin edhe me gjyshin. Por në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tuaj. E shikonin ata. Sipas babait, pak para largimit Vasil kishte pasur një konflikt me gjyshin, i cili edhe kujdesej për të. Pas debatit, ai është larguar pa marrë asgjë me vete dhe pa lënë asnjë shenjë që prej asaj dite familja nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij. Na mora vetëm që e kishte goditur pak ai. Dhe ky kishte për shembull të ngacmonje kështu pak. Ka pasur një konflikt atë ditë kur ka humbur Vasili? Po, ka patur një konflikt. Vajti në shtëpi vjeri, e goditi vajti në shtëpinë tonë, i jetonte djalka, edhe paqe nuk ishte aty. Edhe në atë moment na lajmëroi neve. Që ishte larguar. Babai tregon se djali nuk ka pasur marrëdhënie me nënën biologjike për vite me radhë, sepse ajo e ka braktisur kur ishte foshnjë. Familja mendon se kjo nuk është një pjesë e mundshme për kërkimin e tij, pasi ai nuk e ka dashur asnjëherë atë. Ti më tregove që nëna e kishte braktisur që 2 vjeç. Po. Vasilin. Edhe Vasilin edhe gocën. Po Vasili e ka kërkuar nënën e tij? Jo, nuk e ka kërkuar. Nuk e deshte. E ka përjetuar largimin e saj? Po, nuk e deshte. Nuk ishte që ta afronte, nuk e deshte. Ndoshta mund të ketë shkuar tek nëna, e keni pyetur? Jo, nuk kemi pyetur, nuk kemi akoma marrëdhënie me telefona me gjëra. Pavarësisht kërkimeve dhe denoncimit në polici,
familja Shoshari nuk ka mundur ende të gjejë asnjë gjurmë të 35 vjeçarit dhe apelon për ndihmën e kujdo që mund të ketë informacion mbi fatin e tij. Kështu ka humbur kontaktet me familjarët Vasil Shoshari, ky 35 vjeçar nga Bilishti, i cili është larguar pas një konflikti që ka pasur me gjyshin e tij paraditjen e 3 tetorit dhe drejtimi ngelet i paditur. Urojmë dhe shpresojmë të gjendet dhe të rikthehet në familje ky 35 vjeçar, kështu që edhe një herë bëj thirrje kushdo që e ka parë dhe në këtë moment bëj thirrje gjithë zonës së Bilishtit, kushdo që e ka parë Vasil Shosharin është i lutur të njoftoj policinë e zonës, por mund të lidhet edhe me redaksin e emisionit pa gjurmë dhe urojmë mos ndodhur asgjë e keqe me fatin e Vasil Shosharit, pasi duhet theksuar ai kishte probleme shëndetit mendor dhe i pavedishëm për veprimet që bënte. Mirë, do shkëputemi në këto momente pasi dua të prezantoj një suplement, Prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës, dashur miq. E ndjekim dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori që do na çojë në Has. Do të jemi në kërkim të Meriman Lleshi, një 42 vjeçar i cili është larguar nga banesa në 2 tetor, pas ditën e 2 tetorit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që motra e tij ka qenë në studio dhe ka treguar historinë e humbjes së vllajt, ku nëpërmjet policisë ajo ka mundur të verifikojë nga sistemi Teams se gjurmët e fundit të vllajt të saj janë në Rom. Pra nga sistemi Teams është zbuluar se ai ka udhëtuar në datën 2 tetor drejt Romës, por nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 42 vjeçarit në Rom, ku e motra dyshonte se mund të jetë në situatë rruge. E sjellim këtë histori pasi ka kaluar disa ditë dhe ende motra nuk ka pritur një telefonat nga vllai i saj dhe ai vazhdon ende të rezultojë i humbur. Por kush është historia e Meriman Lleshit, i cili u rit jetim së bashku me motrën edhe me një vëlla tjetër të sëmur, do e mësojmë nga ky material dhe rikthehemi. Historia e trisht e 3 jetimëve nga Hasi do të trajtohet sot. Më i vogli prej tyre, që prej datës 2 tetor, është larguar nga shtëpia në drejtim të panjohur. Pas një jete të vështirë bashk, vëllai më i vogël, që vuante nga problemet të shëndetit mendor, është dukur, ndërsa motra e madhe, që ishte edhe kujdestarja e tij ligjore, nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij. Ky që shikoni në foto është 42 vjeçari Meriman Lleshi nga Hasi, i cili rezulton i zhdukur që prej datës 2 tetor. Sipas policisë së shtetit, ai është larguar nga territori i Shqipërisë dhe nga sistemi Teams mësohet se po atë ditë ka mbërritur në Rom. Me vete ka marrë edhe aparatin e tij celular, po ka bllokuar çdo familjar në llogarinë e tij online. Motra e tij, Valdete Lleshi, kërkon ndihmë, pasi frika më e madhe është se ai mund të ketë përfunduar në rrugë, ose më keq, të jetë duke u shfrytzuar nga persona të panjohur. 42 vjeçari vazhdon të jetë aktiv në rrjetin social Facebook, por nuk dihen arsyet pse ai refuzon të komunikojë me motrën dhe familjarët e tij në Has. Pikpyetjet shtohen çdo ditë më shumë, ndërsa shpresa për një lajm të mirë po shuhet dita ditës. Jeta e 3 jetimëve ka qenë gjithmonë e vështirë. Ata humbën prindërit që në fëmijëri dhe u rritën në kujdesin e xhaxhait dhe gjyshes. Më pas, ishte motra e madhe, Valdetja, ajo që mori rolin e nënës dhe të babait për 2 vëllezërit e sëmur. Ajo nuk krijoi familje kurrë, por vendosi t'ua kushtonte gjithë jetën atyre, duke marrë dhe kujdestarinë ligjore. Por sot, kjo motër e vuajtur po përballet me një tjetër humbje, një humbje pa gjurmë, arratisin e pavetdijshme të vëllait të saj Merimanit, drejt Italisë dhe frikën se jeta e tij mund të jetë çdo ditë, çdo orë në rrezik. Në fakt, kjo është historia e dhimbshme e familjes Lleshi, ku 3 fëmijë të cilët u rritën jetim dhe sot njëri prej tyre është i humbur. Meriman Lleshi, 42 vjeçari nga Hasi, i cili dyshohet se ka udhëtuar nga Shqipëria drejt Italisë, ndodhet në Rom në situatë rruge për shkak të humbjes së prindërve. Sigurisht që fëmijëria e tij nuk ishte një fëmijëri e lumtur dhe i riu asaj kohe shfaqi dhe probleme të shëndetit të tij mendor, dhe pse mjekohej situata rëndohej në mënyrë të pavetdijshme, pasi vetëm motra
motra e tij kujdesej për Meriman Leshin, ai është larguar në mënyrë të pavedishme, pa njoftuar askënd, ka prerë një bilet dhe ka udhëtuar nga Rinasi dhe ka zbritur në Rom. Ju bëjtire gjithë shqiptarëve që jetojnë në Itali, që mund të ndeshur në rrugë një shqiptar të ngjashëm me foton që po shkoni në ekranin tuaj, jeni të lutur të na njoftoni, pasi ai quhet Meriman Leshi, 42 vjeç nga Hasi dhe rezulton i humbur. Uroj dhe shpresoj që dhe ky 42 vjeçar të gjendet dhe të rikthehet pranë familjes së tij. Me historinë e Meriman Leshit ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini tashmë, jemi live çdo ditë nga Hana në të premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.